Kërkesa për interpelancë nuk pranohet nga kryetari i Kuvendit, i kalon seancës, pasi kemi dëgjuar kërkuesin 10 minuta, kalojmë procesin e votimit. Votimi do të jetë i hapur me kartona. Kush është pro kërkesës për interpelancë? Ju lutem numëroni votat pro. 17 vota pro. Kush është kundër? Shtatëdhjetë vota kundër. Abstenim? Nuk ka abstenim. Kërkesa për interpelancë nuk miratohet. Para se të vijojmë me rendin e ditës, ka disa kërkesa për procedurë. Ju lutem përmbajuni rregullores. Zoti Tritan Shehu. Faleminderit, zoti kryetar. Po, fillova. Do të përpiqem të jem sa më i shkurtër dhe konciz të një çështje që unë mendoj që duhet involvohet me urgjencë parlamenti, së pashku në një informacion nga ministri i jashtëm.